oratore mirë nuk jam, po valltare e para shqiptare e ansamblit Shota. Valltarja parë, moj Hatixhe Shami Kuqe, unë jam 70 vendet botës të vizitume, para gjykime kom pas plot. Më kanë pengu shumë se më thirshin në atë gjuhën slave, i graqice për vaqicëm. Se më kanë folë familja. Më andej tash shokët, hajde me mund Gjakov, me më pajtu me familjen tem. Ndjerit pakës mungesë dhomëve, oratore mirë nuk jam, po valltare e para shqiptare e ansamblit Shota. Sa mrekulli, kam kënaqësi. Doajena e ansamblit Shota. Emri juaj për njerëz? Hylkie Sadiku, e të babës Dibrani, Hylkie Dibrani Sadiku. Sa vite këtë profesion e ke Këtë profesion 38 vite, aty kom taku bashkëshortin, jemi martu, i kom 3 vajza, nipa mesa, 70 vendet botës të vizitume me ansamblin Shota. Vendin e dytë në Dijon e kemi marrë, tusht e kanë marrë vendin e parë, në dytë. Veshja e hasit me ato drasat, vendin e parë në botë e ka marrë. Veshja e hasit e anë ka, po. Ashtu, historia jeme. Një histori kogja interesante. Kogja interesante. Po, sfidat gjatë kësaj kohë të jetës tonë? Sfidat plot, para gjykime kom pas plot. Para 60 vjetëve femna shqiptare më dalë me vallëzu ka qenë, shumë ka qenë. Këto para gjykime? Po, më kanë pengu shumë se më thirshin në atë gjuhën slave, s'pa du. I graqice për vaqicë, më falë që përdori, po shumë në nëqmuse ka qenë. Po ma vonë më ndej unë burk edhe vendlindja ime se Gjakovës jam. Po, sfida, kujtimet e mira, në vitin 1973, e kemi vizitu Shqipërinë të partë, na, edhe Radio Prishtina atyre, prej Kukësit deri në Sarand, po, edhe me vetje kemi pas, gjatë asaj kohë, Kaceli ka qenë koreograf, e na ka mësu lojën e Vallën e Tropojës, Gzim Kaceli, i ndjeri, Vallën e Tropojës, edhe koncertin e fundit, parën e kemi nisë në Tiranë, edhe të fundin të Tiranë, imi shku me Vallën e soliste, une me Vallën e Tropojës, krejt publiku i që shërëthirë ke Palati i Kulturës e në kam janë që. Sa e mungon, sa ke nostalgji për këtë kohë? Shumë. Shumë kam nostalgji, po 38 vite shkunë. Kogja. Ka bëjë do një pengë që kështë dashur ta kthesh kohën pas? Po, ta kisha kthy kohën, po me qenë se bashkëshorti kisha kthy kohën që me pas gjallë bashkëshortin, po fatkeqësisht ka vdik, inshallah Zoti ka çuar në xhenet na thojmë, po. Edhe atë kohën me kthy, edhe një herë ku ishit bashkë, po. E une nuk e pyeta kërkon, erdha në ansambël. Familjen? Që është, po. Sakrifice? Së më kanë folë familja. Së më kanë folë familja rrethi, Guximtare, të lumë. Guximtare, më ndej tash shokët, hajde me mund Gjakov, me më pajtu me familjen teme. Sa vite si foli familje? Një jetë, gati një vit. Sa ke vështirë për të një vit më së Që tash përshkoj që tu me marrë një liber, një Pisafet e Rogovës kish shkru për mu, jam në librin Gratë e njohura të shqiptare prej Nanës Skënderbeut, e deri te kjo gjudistja Majlinda Kemendi, aty jam në 100 pionerët e Kosovës. Prej Valbona Habibaj që ka qenë shoferja parë e Kosovës, e une valltarja parë e Kosovës. Kjo pjesa, mbas një vitet familjes, si ishin reagimet kur ju u bashkut me familjen, u rregulluat? Po, a diçka, unë jam komunikative, nuk jam oratore, po i thash ati
herifit, ne thojmë herifit, a ki seriozisht bre vlla? Tha po, thash, ani hajde ti ngjakome atje, pajtom me të mit atje, edhe mas 3 javë jemi feju, edhe stërgjyshe jam. Mrekulli. 8 nipa edhe 1 stërnipe kam. Mrekulli. Po pjesa më e mirë e jetës tonë, cila ka qenë? Po pjesa ma mirë e jetës teme ka qenë qëtu udhëtimet e bashkë me bashkëshortin aty, tu jetu, mandej jetën të mire kom pas. Mire kom pas. E ma keqja, lufta, ma keqja. Na qitën prej bregu djelit, u du ta marrë të vajza atje. Qështu që. Person e zemrës nuk e ki një jetë, se sa vite? Që 18 vite. 18 vite. Të mungon nuk thot fjalë. Shumë më mungon. Shumë se bashkën punë, bashkën e për turneja, bashkën shpi, një gjutë për bashkë, ai Prishtinali. Prishtinali i kacalarve, është një mahal, një lagje e njoftën, po. Qështu. Ka pasur ato, se unë të kom marrë prej Gjakovës, Prishtinë të kom pro. Jo, po, a di unë kur se këta Prishtinalit tash po qelne me ju, ma shumë e kanë përdor në atë kohë turqishten. Vjera se nuk dishin fort mirë, me gishta u mersha vesh, që ajo ka qenë edhe një asim. Andej, ka daldale, kur don shokun, burin, partnerin, e mëson edhe, gjdo gjuhë e mëson. Ka qenë sakrificën vete. Qofse don mirë me partnerin, jam mëson edhe gjuhën e nanës e babës që me nxi folshin shqip, sa ta Prishtinali, të boqem. Ato kujtime që i runi për bashkëshortin në ndjerë. Kujtimet që i ruj, po janë këto që kemi dalë për ditëlindje, kemi dalë për vit të ri, kujtimet, po thamë të kujtimet të për turneja, kujtimet me bashkëshortin, se bashkëshorti edhe një histori. Bashkëshorti ka qenë edhe këngëtar, edhe arkatar. Kishim një koncert në Tërst, Triesht, se në për krejt Jugoslavin kemi dhënë, ish Jugoslavin kemi dhënë, në Triesht. Atyre s'ka pas banka, po parët me ditjet, në qantë i bajsha, se aja arkatar i merke me veti. Shkojmë në Triesht, e japim koncertin, e kthehem në Kufi, në Portorosh, është veni aty. Unë nalem edhe e pim, me pi diçka dhe me hongër shpagete. Nese, vjen, e pagujmë edhe harroj qantën. Me plot pare. Tu ardhë, se kemi pas edhe pauzën, unë se kom pi pauzën e cigarës, e ndjera në zhmi e pagarusha, shoqe shumë dashnë e kom pas. Shumë, po. Edhe e lyp se e pi këtë cigarën, për i bashkëshortit ti një cigare. Edhe ajnë unë mrena në autobus, a i për thotë se Kiki e kam emnin artistik, Kiki cigaret. Unë tua, si tu marë ata poshtë, po presin me uqu, kur e kom këqyrë qanta sashtë. Me plot pare. Veç jam shkuj, kom të regu, slave kemi pas shoferin, që qështu në njëtin, që të filen në restorani, kom haru qantën me pare. O këthi autobusi, këta nuk dishin që përshka po kthehem. Protestojshin që ka o bo, pse po kthehem, ja 8 kilometra i kalum, pse po kthehem, pse andet e këte. Jemi kthy, besom, muj me thonë e djali jem, ose njip jem, e njëti në vend e kom gjithë qantën. Qfar mrekullie, qfar kulture. Edhe kultura. Sa kishin pranë qanë? Kurios, sa para kishin? Me ditjet për 15 ditë, 50 antarve. Se më kujtovi për 50 valtarve e muzicienve, pare shumë të mira ka pas. Me ditjet atyre, me dinar, me dinar. Një grua fort, mas Marko, një mesazh të jetë sa të pak motiv për jetë për gjitha gratë, mas që një grua shumë e fort, e zonja, të japësh një mesazh gjitha grave. Dekorime kam, mirë njofte, kam punu deri në Shkup,
kom shku baba Jan Gaxhës. Këngëtarit. Po, këngëtarit, Valltar ka qenë në shot, ai më ka marrë në Shkupën, në shoqëninë e Minduraku, e kom qitë vallën e Gjakovës, për ndryshe unë Hatigjen e para që e kom vallëzu, Ju jeni. unë jam valltarja Sa parë, mrekulli. moj Hatigje Shamikuqe, unë jam, Jeni. unë jam, po. Kam parë, moj. Kush ka parë? E tash ka ardhur një Amerikane, Gjenet. Po, a e ka qenë karte na, para në vitin 80, e tash ka vallëzu me ne, tash vallën time, e në krejt botën, për shpërndan të gratë më shume. Që tash e patëm para 3 jave, e për Ukrajinën, e kom vallëzu me Gjenetin vallën e Gjakovës. Edhe ato të ardhën, ato qaj kimja, kanë shku në Ukrajinë. A më me këto të diçka? Një sensacion i rrallë, tash ka një orë për vallën e Hatigjës shumë njerëz. A është Une- një orë për këto? Unë e vallëzoj, nuk di, masi ta mbyll ta tregoj të vallëzune. Në studio, gjithkund e kom, se më kam thirrë si mysafir. Për hir të audiencës, një vallëzim a kështu. Çfarë para bëhet? Po kushtoj vallë. A të marrim këto? Po, pa muzikë veç, Sa të mos Sa të pak? Nuk ka lidhje, një artisti je. Që e më artiste, që Kjo është moj Hatigje Shamikuqe. Më lejo përshëndes, sa Faleminderit, krasie madhe, shumë sa krasie, faleminderit. privilegj.